Sezoni turistik në Velipoj duket se ka nisur mirë, me vizitorë të shumtë nga Shqipëria, por dhe nga vendet e tjera të botës, pa harruar vizitorët besnik, shqiptarët e Kosovës. Ata shprehen të kënaqur me shërbimin dhe atë çfarë ofron Velipoja, ndërsa thonë që ka pasur një rritje të lehtë të çmimeve. Po, masi nuk kam qenë me parë, për herë të parë, gjitha janë në nivel që duhet me qenë, se unë nuk jetoj as në tash, në qofë se do flasim qysh do t'jetë më mirë, pastaj do të ngritin edhe çmimet, do të ngritin edhe diçka. Me një fjalë, në qofë se i japim, atëherë edhe do kemë. Ashtu edhe shteti edhe gjitha funksionojnë. Që 25 vjetë. Si duket? Shumë mirë, na jemi mësu këtu. Mirë, çmimet pak shtrejt, po mirë. Jemi nga Ferizaj, mirë kaloj, mirë. Të kënaqur mirë. Mirë kalojmë, ne edhe vitin e kalum kemi qenë këto, vetëm tjetëran. Çmimet pak më shtrejta, po ky vend turistik normal. Pastërtia është mirë, nivel është mirë. Po ka ujë mjafton, ka pastërti edhe njerëz që vetë pastërti, normal. Gazmir Mehmeti, operator turistik, thotë se ky sezon ka nisur më herët se zakonisht, ndërsa turistët janë nga gjithë bota. Faktikisht ky sezon duke pas parasysh edhe ditët e kalume edhe deri tani që flasim, duket diçka më mirë se vitet e tjera. Ka pas turist kryesisht nga Kosova, po ashtu edhe turistë të huaj. Turistë të huaj të cilët janë 1 ditor, 2 ditor, pra që vinë eksplorojnë Shqipërinë, vinë Shkodër, po thojmë Velipoj, në Theth dhe në jug të Shqipërisë. Sipas operatorit turistik, këto sezon nuk ka rritje çmimesh, madje si pasojë e uljes së euros, çmimet kanë rënë. Çmimet faktikisht janë po ato të njëjtat. Bile duke pas parasysh edhe kursin e euros, montojmë që çmimet mund të jenë më lirë këtë vit se sa vitin e kaluar. Në të gjithë veriun e vendit, sezoni turistik ka njohur rritje të vizitorëve si në Bregdet, por edhe në relievet malore, si në Razëm apo Theth, duke premtuar një sezon të suksesshëm.